Miqtë e emisionit Koha Shtesë, sot do të rikthehemi për të bërë një tjetër intervistë për të diskutuar sa i përket ndeshjes së Shqipëri-Serbi, një ndeshje e cila nuk është as pak normale, por dhe atmosfera është e pazakontë, sepse jemi shumë afër kësaj ndeshje, që mund thuhet padyshim derbi i Ballkanit, por atmosfera nuk është ndezur akoma, nuk ka filluar akoma ato provokimet si nga ana e serbëve apo diçka më shumë dhe nga ana shqiptarëve për ta ndezur këtë sfidë, sepse kemi përballë Serbinë. Për këto dhe shumë të tjera sot do të diskutojmë me gazetaren Claudiana Bufi, e cila do të na japi mendimin e saj se përket kësaj ndeshje, por njëkohësisht edhe për atmosferën. Claudiana, përshëndetje. Përshëndetje Claudio. Atëre u ndalën pikërisht atmosfera, jemi shumë afër ndeshjes, por duket sigurisht një atmosferë disi e zymë dhe një ndeshje krejt normale për Shqipërinë. Është një përshtypje jo e gabuar apo është një gjë nga ana jote? Nuk ka se si të jetë një ndeshje normale kur Tirana është rrethuar e gjitha. Unë jam në lëvizje e sipër, domethënë, dhe po i vërej nga afër këto gjëra. Tirana është në një gatishmëri totale, dhe kur flas për gatishmëri jo vetëm nga ana e policisë, por nga ana zjarfiksve, ambulancat, pra janë marrë masa, gjithë po themi ato shteti do jetë në të shtunën do jetë në rrugë, kur i thon, do bllokohen të gjitha akset rrugore për çështje sigurie, stadiumi do jetë i rrethuar, ka filluar çmontimi i lokaleve rreth e qark stadiumit, pra masat e sigurisë do jenë goxha të forta. Në djenin time edhe brenda stadiumit do kemi 3 kordone policie. Pra, kur dikush do të paraqitet në stadium, së pari do kaloj kontrollin fizik, më pas do kaloj kontrollin e pajisjes me bilet, dhe e treta është kodi i biletës që ata mbartin. Pra, do me thënë, unë nuk e kuptoj kur këta njerëz do nisen për të shkuar në stadium, sepse në një ndeshje të zakonshme duhet 3 orë para për të hyrë në stadiumin Kombëtar Arena, kurse në një ndeshje të tillë unë nuk e kuptoj. Do shkojmë që në orën 4, që në orën 3 ndoshta të pasdites për të mundësuar për të futur në stadium, sepse është goxha e vështirë, kështu që nuk ka se si të jetë edhe nga atmosfera, domethënë midis dy skuadrave, nuk ka se si të jetë një ndeshje normale. Për hir të vërtetës, për mua kjo është një ndeshje déjà vu, më na kujton edhe 2014-ën, kështu që pavarësisht masave që janë marrë, shpresojmë që mos na ndodhi ajo që na ndodhi atje. Megjithëse Serbia do ketë një dizavantazh, po themi, në këtë ndeshje, sepse nuk do ketë tifoz pranishëm, do kemi vetëm ne tifoz pranishëm, por me sa kuptova edhe nga ana e policisë, ka një listë gjatë të personave të skeduar, do me thënë që me president penal të cilët do rishikohen që mos jenë pranishëm në stadium, por mënyra se si u shpërndan dhe biletat këtë herë jep të drejtën çdo kujt futet në stadium nëpërmjet atij shorteut. Megjithatë ishte një që, do me thënë, federata e bëri në mirëmbësive sipër për të shmangur biletat në tregun e zi, por nuk ja ka dalë edhe këtë herë, sepse biletat vazhdojnë të jenë në tregun e zi, pavarësisht se aplikimet ishin për 4 bileta, ka persona që kanë fituar 2, ka persona që i kanë fituar 4, ka persona që kanë deleguar një, 3 të tjerat mund t'i shesin lirshëm, sepse siç thash, pra mundësia për të kontrolluar çdo person me detaje, me kodin, me biletën, është shumë e vështirë. Janë 20.000 persona që do hyjnë atë stadium edhe nuk premton koha, vetëm nëse do nisemi mëngjes, do mbajmë radhën te stadiumi për të hyrë në orën 9:15 për të parë ndeshjen të shtunën, e kupton? Është dua që të ndalemi pak te kjo pjesa e sigurisë që ti thua, po qarkullon një lajm në rrjetet sociale për faktin që do të ketë polici edhe në rooftopin e Air Albania, pra do të ketë polici kudo, sepse po flitet se ka një skenar nga ana e Serbisë me shqiptarë të cilët do të jenë të infiltruar aty. Nuk e di se deri ku mund të arrijë situata, sepse sigurisht ndeshja është në vazhdimsi dhe mbetet gjithçka që të shihet, por sa e mundshme të duket ty një skenar i tillë nga ana e serbëve? Sinqerisht është patjetër që unë e shoh të mundshme, sepse ne çfarë nuk presim në këtë ndeshje. Shiko, ndoshta do zgjatem pak, po duhet ta cek edhe nga e kaluara. Serbët nuk janë shëruar me atë historinë mes shqiptarëve dhe tyre, domethënë, ata nuk janë shëruar akoma. Duhet të them këtë. A ka ndonjë trajner shqiptar apo ndonjë futbollist shqiptar në kampionatin serb? Jo. S'ka pasur, s'ka dhe do të ndodhë, mendoj, për shumë kohë të gjatë. Kurse kundërta është nga ana jonë. Pra në këtë këndvështrim ne jemi më tolerant. Në Shqipëri pra ka trajner serb, ka futbollist serb, të cilët jo vetëm që punojnë dhe luajnë lirshëm, madje ndihen shumë të respektuar, ndoshta nga çdo lloj kombësie tjetër që mund vinë në Shqipëri, flas për kampionatin, domethënë për futbollistët e huaj që vinë në Shqipëri. Kështu që çdo gjë është e mundshme, çdo gjë është e pritshme, unë thash isha në lëvizje,
ka prani të targave serbe shumë në Tiranë, sidomos targave të Beogradit. Më rastisi dhe mua personalisht, të kisha një lloj konflikti në thonjza, nuk quhet konflikt, por më kishin bllokuar rrugën dhe kërkoja që të më hapnin rrugën për shkak se më kishin bllokuar makinën, pra. Edhe personi më fliste anglisht gjatë gjithë kohës, por në momentin që ju afrova dhe thash, nxitoj, duhet kaloja, ndaj po këtej, u habita dhe më foli shqip. Më foli shqip, pra ishte me targa të Beogradit dhe më foli shqip. Tani, kjo edhe ka të thotë shumë gjëra, po ka dhe mos thot fare, sepse këta njerëz mund të jenë në kuadër të turizmit, pasi tifozër nuk kanë në stadium. Megjithatë, sidoqoftë, çdo lloj gjëje mund të pritet, janë 90 minuta të gjata, edhe presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit sot zoti Duka në mbrëmjen e dieshme foli për këtë gjë, tha që është një situatë e tensionuar, pra ata i vetë e pranoi, ka një tension në këtë ndeshje, pra nuk shihet thjesht si në një 90 minutësh mes Shqipërisë edhe një skuadre tjetër, për shembull, po të ishte në një Holland, po të ishte në një Kroaci, ishte ndryshe. Ka intension që ne kemi trashëguar nëpërmjet historisë, nëpërmjet shekujve, nëpërmjet asaj që ndodhi në 2014-ën, nuk është kaq e thjeshtë. Dhe çdo gjë është e pritshme, edhe fakti që ka kaq shumë masa sigurie, e tensionon gjën për mendimin tim. 3 kordona policie në ana psikologjike të rëndojnë. Nuk është thjesht pra një ndeshje futbolli. Ne nuk po shkojmë të shohim thjesht një ndeshje futbolli. Ne po shkojmë sigur do bëjmë diçka domethënë një përleshje më shumë se sa një ndeshje futbolli. Kështu që të cekja dhe çështjen janë marrë masat nga ana e policisë për çështjen e dronave, nuk do mundet të ngrihen drona, por ne mund të presim gjëra të tjera, më të mëdha se dronët, teknologjia ka avancuar. Edhe mes tifozëve është folur për holograma tani, mes tifozëve shqiptar, që do jenë pranishëm. Megjithse ata tifozë që janë besnik të kombëtares e kanë humbur me këtë lloj shorti, me mënyrën si u shpërndan biletat e kanë humbur pak mundësinë të jenë në stadium. Okej. Po më thuaj. Po, doja të ndalesha pikërisht tek pjesa që ti ceke, përveç hologramave, sigurisht është një detaj shumë i bukur dhe i padjuar, është dhe pjesa për atë incidentin që ka ndodhur me një shqiptar i cili ishte me targa të Beogradit në Tiranë, sigurisht ti e them me drejtë që ndoshta kjo nuk është për bën një provë, por është një shprehje tjetër që thotë që një detaj mund të jetë rastësi, 2 mund të jenë gjysmë provë, po 3 pastaj bëhet një provë. Dhe ka kaq shumë gjëra të cilat po ndodhin, sidomos kur jemi 3 ditë para ndeshjes së Shqipëri-Serbi, ka shumë targa Beogradi qarkullim, nuk mund të jetë vetëm turizëm, si ta thuash. Por në përshtypjen tënde, marrim anën e serbëve, a mendon se mund të ketë një skenar sabotazhi nga serbët? Kur flasim për skenar sabotazhi është në kuptimin që ndeshja të jetë në favorin e Shqipërisë 1-0 apo 2-0, të vinë një minutë e caktuar kur ndeshja nuk kthehet më dhe serbët të tentojnë të provokojnë tifozët shqiptar që të marrin reagimin që ata presin dhe në fund të lojën, apo mendon se serbët kërkojnë, nuk i kanë haruar ato që ndodhi me Ismail Barinën me Ballis Morinën atëherë, do dëshirojnë të bëjnë një tjetër Ballis Morina, ta bëjnë në Tiranë dhe po të jetë serb herë. Faktikisht neve na shijoi Ballis Morina, na bëri mirë domethënë. Pse jo dhe serbët mos ta mendojnë këtë gjë? Patjetër që është e pritshme dhe mundshme, pavarësisht se trajneri përfaqësues serbe disa ditë më parë u shpreh me superlativa që ne janë vëllezërit tan sportiv, ne shkojmë luajmë me profesionistë, do ta trajtojmë këtë ndeshje si një ndeshje futbolli, por gjërat nuk janë kështu. Këto janë pra pavija që ndërrojnë ato si personazh me këto lloj deklaratash, domethënë, po gjërat nuk janë kështu pra. Është ajo që thash, ata nuk janë shëruar nga ajo mendësia me përballjen qoftë edhe sportive me shqiptarët. Kështu që gjërat nuk janë kështu edhe ka skenare, kemi dëgjuar pafund sot edhe nëpërmjet policisë, kemi dëgjuar që masa do jenë aq të detajuara, domethënë sa që nuk çdo gjë është e pritshme. Do jenë masat aq të detajuara sa që nuk do lejohet kur i thon të kaloj as gjylpëra në kasht. Do ketë një kontroll të jashtëzakonshëm, domethënë. Kështu që nga serbët ne mund të presim provokime nga fusha e gjelbër patjetër, sepse vetëm ata do jenë aty, por nga ana tjetër kemi edhe frikën e tifozëve tanë. Ne nuk e dim se çfarë tifozi do hyjë në stadium, çfarë reagimi do krijojë ai. Nuk po themi ndoshta s'do ketë sende të forta sepse do ketë kontrolle të rrashpra fizike e tjera, por mjafton një ulërim patriotike, raciste, ku diun, domethënë me një fjali ardhetare që mund të ndezë atmosferën, mund të shkaktojë shumë probleme në radhët e përfaqësuesve serbe, të cilët
ndoshta edhe me të drejtën do ketë ndonjë lloj formë proteste, po e supozojmë nëse gjithë këto gjëra ndodhin. Por pra, këto janë të pritshme, pra janë parashikueshme. Janë 90 minuta, është shumë e gjatë kjo koha për mos pasur ti provokime, për mos pasur ti konflikte. Imagjinoni tani të dihet e kundërta të shënojë Shqipëria, çfarë mund të bëjnë 20.000 tifozë në stadiumin kombëtar Arena. Patjetër që do ketë nga ata që do ulërasin, do prorasin. Unë shpresoj shumë që mos të ndodhin, sepse kjo është në dëm të kombëtarëve shqiptare dhe në dëm të futbollit ton, por që duke qenë se dhe UEFA do jetë prezente shumë herë më prezente pra se sa një ndeshje normale eliminatore. Ka prani të përfaqësuesve të UEFA-s pra 2 fish, 3 fish më lart se sa në një ndeshje normale. Më kupton një ndeshje zakonisht do të shkojmë me gazetar, fotograf, ka një vëmendje shumë madhe nga UEFA-s, por kur ti fole për hologrami, ishin hologrami sipas asaj që ti ke luar, flitet për tifozët shqiptarë që mund ta nxjerrin apo për serbët të cilët mund të kenë me këto i filtrimit atyre. Tash jo, unë kam diskutuar me disa prej tyre, unë kam informacione vetëm nga tifozët shqiptarë që do jenë në stadium. Edhe ata janë të karikuar, edhe ata shpresojnë që patjetër në fitore, e kanë të padiskutueshme fitore, domethënë, ata duan në thonjzat të marrin hak për 2014-ën, por edhe për ndeshjen e Elbasanit ku serbët fituan dhe na morën 3 pikë. Pra, ata janë të karikuar, ata do bëjnë çdo gjë në thonjza për të treguar dhëmbët serbëve në këtë rast, pavarësisht se nuk do kenë ata homologët e tyre përballë, pra tifozët serb. Ata flasin për holograma, flasin për banderola, që unë nuk e di si do futen me gjithë to masa, do me thënë të rejpërqia. Aty do diskutimi që teknikisht si mund t'jetë mundur një gjë tillë. Nuk e di si do futen, por ata janë gatshëm të shpalosin pak a shumë ato që ndodhi dhe në Beograd, do me thënë një banderol gjigande me simbolet tona kombëtare dhe të herojve tanë kombëtar. Kur e shpikëm droni 2014, jemi 2025 me siguri që ka një gjetje drejtë. Teknologjia ka ecur para, do me thënë nuk dim nga ta presim këtë gjën, nuk dim çfarë do ndodhi, është gjë e paparashikueshme, sepse ta thash 90 minuta janë shumë. Edhe ta harroj kushdo që mendon se kjo është një ndeshje thjesht futbolli, jo, nuk është një ndeshje thjesht futbolli. Ka filluar që në momentin që është hedhur shorti kjo ndeshje futbolli. Nuk ka filluar këtë javën e fundit, hajde se na erdhën eliminatorët. Ta harroj, nuk flitet më për një ndeshje eliminatore ku vën edhe gëzojnë se do shikojnë spektakël apo do shikojnë një përballje mes përfaqësuesve të tyre zemrës edhe një kundërshtari. Jo, unë nuk e shoh kështu, sepse nuk trajtohet kështu. Edhe policia nuk po e trajton kështu. A e dini që prania e policisë edhe në taracat e stadiumit, se s'dua ta them në anglisht rooftop, pra në taracat nuk nga ana psikologjike të rëndon. Një sekond tani, jemi në ndeshje futbolli apo jemi në një stërvitje mes policisë dhe ushtrisë e cila ka dalë në rrugë dhe po merr masa për çfarë? Për një ndeshje futbolli. Atëherë nuk është pra një thjesht një ndeshje futbolli, duhet ta pranojmë këtë gjë. Ja kemi frikën kësaj ndeshje futbolli, mund ta themi kështu. Po, ne bëmë një krahasim me drejt me situatën si ishte në Elbasan Arena dhe në Air Albania. Por tani dalim pak teknikisht, mendon se ka gjasa të jetë e njëjta situatë sepse kemi një tjetër kapacitet stadiumi në Elbasan Arena, është më lehtë menaxhueshëm në pamje të parë, ndërsa në Air Albania është komplet një situatë tjetër. Pra deri tani jemi në një situatë për aspektin e ndezjes apo të atmosferës së munguar apo të gjuhës së druin të lojtarëve kur dalin konferenca shtypi. Por besoj se teknikisht nuk mund të përsëritet dot ai ndonjë, se Air Albania ka një kapacitet komplet tjetër. Pra, kjo është pra diferenca, nuk mund të kesh kurrë njësoj sepse nuk është 5.000 veta menaxhohen shumë kollaj dhe 20.000 veta nuk mund t'i menaxhosh, është e pamundur, domethënë s'ka se si nuk krahasohet stadiumi i Elbasanit me stadiumin kombëtar Arena, është Albania është tjetër gjë, domethënë 20.000 veta të cilët do kontrollohen, do hyjnë aty brenda, edhe ta thash këtë herë shorti u ka dhënë mundësi të kesh çdo lloj personazhi aty në stadium. Unë e dyshoj shumë të ketë familje me fëmijë flas, sepse do jetë torturuese për ata, do jetë sfilitse për ata të paraqitesh 5-6 orë para për t'i kaluar 3 kordonave të policisë për të hyrë brenda dhe të kesh mundësi të shohësh atë ndeshje. Edhe duke parë edhe si një gjë kështu tensionuese, nuk besoj tifozët do jenë të grupuar, mendoj unë, mes shokëve, mes miqve, pavarësisht se të ndarë pak këta tifozët ultras, mund të themi ultras kombëtares që i kemi zakonisht në stadium, këta nuk do jenë të gjithë pranishëm.
Madje kanë shprehur, kishin ngritur dhe zërin sot që ndihen të lënë pas dore, ndihen sikur janë të përjashtuar nga kjo ndeshje, sepse jo të gjithë kanë pasur mundësinë që të hyjnë brenda në stadium. Pra, nuk kemi të krahasuar. Ne Elbasani vinte pas asaj që ndodhi në Beograd, ishte një tjetër situatë. Tashmë ne presim që në thojë të hakmerremi për atë situatë. Mos ta përjetojmë më të njëjtën ndjesi që ata të vinë këtu dhe të fitojnë. Pra, edhe nga ana e kombëtares tonë, pritet vetë fitoria. Realisht neve tash çfarë objektivi kemi? A duam ta provojmë këtë kampionat botror? Ne të vetmi rival në këtë grup kemi Serbinë, ne nëse nuk i marrim 3 pikë Serbisë këtu. Pra një rezultat pozitiv, po e them. Ndoshta jo 3 pikë, por dhe një barazim. Nëse si ja marrim këtu, shpresat tona për në Beograd, ndoshta shkruhen. Pensioni më i madh është këtu se sa atje. Edhe ata janë përballë tifozërisë së tyre dhe kështu që nga ana e menaxhimit është shumë e vështirë. Këtu është diçka e paparashikueshme, 20.000 veta nuk kanë lidhje fare me ata 5.000 veta që ishin në Elbasan. Dhe janë totalisht gjë tjetër, domethënë. Okej, Dana, dhe për ta mbyllur një pyetje të fundit, nuk duam që të futemi çështjes teknike, sepse janë tema të diskutuara dhe nuk kanë ende asgjë të re, edhe këto informacione të mundshme të cilat po publikohen nga mediat janë gjithmonë duke u bazuar te informacionet e vjetra të Silvinjës, sepse ne kur flasim që është një gjuhë e drunjë dhe ka rregulla të forta nga policia, nga gjitha ato imagjinoni se çfarë rregullash ka bërë Silvinja për lojtarët e tij që mos zbulohet asgjë për kundërshtarin. Faktikisht është pak për të ardhur keq, por Shqipëria është shumë e parashikueshme. Me lojtarët që ka grumbulluar, me lojën që do bëj, me skemat e Silvinjës, ne tashmë të paktën ne që ndjekim futbollin e kemi mësuar si do luaj Silvinjo, çfarë do nuk ka ndonjë kuriozitet të madh kjo pjesë. Është vërtet, dhe ne sigurisht ne presim në urojmë që Silvinjo të ketë diçka ndryshe këtë herë, ndryshe nga gjitha ato të cilat po fliten dhe janë provuar më parë. Pyetja ime e fundit është kjo. Okej, duke marrë për bazë faktin që Shqipëria në gjithë rrugtimin e saj në këto kohë e fundit ose më saktë me Silvinjon ka pasur atë kulmin e vet të art në kualifikuesi që bëri diçka që asnjë nga ne nuk e imagjinonte, mundi Polonin, Çekin, madje vendin e parë duke lënë jashtë, madje duke lënë pa europian dhe vet Lewandowski, që është një arritje e madhe, pavarësisht se Polonia shkoi në europian në sajt të vendit të tretë me një farë kombinimesh të tjera fati që ajo shkoi në europian. Po praktikisht ne kemi lënë jashtë europianit Lewandowski dhe kjo ishte një arritje e madhe. Më pas shkuam në Europian dhe pika jonë më e lartë ishte i barazimit ndaj Kroacisë. Ndeshja më e bukur që kanë shijuar jo vetëm tifozët shqiptar, por edhe tifozët europian në ato kohë thanë që Europiani është më i bukur se botrori vetëm për shkakun, morën si shembull pra në ndeshjen Kroaci-Shqipëri për shkakun e emocioneve dhe spektaklit që u ofrua. Bërim në ato ndeshjet e dobta të Ligës së Kombeve, ndeshjet e dobta, të cilat unë personalisht për shembull mund i lidh edhe me impenjimin e dobët të lojtarëve, një impenjim ndryshe nga e kemi parë nga kombëtarët e tjera, jo vetëm nga Shqipëria. Liga e Kombeve është një farë ndeshje miqësore, por e bërë zyrtare artificialisht. Nuk lojtarët nuk se përjetojnë si ndeshje zyrtare. Dhe jemi tani në këtë pikë. A mendon se ndoshta kjo Serbia që na ra tani, ndoshta është më mirë që na ra tani sepse lojtarët tanë nuk se bashkohen shumë mirë me njëri tjetrin për të bërë atë zjarrin e madh që ne na dërgojnë në Gjermani. Pra e parë në këtë këndvështrim, ndoshta është më mirë dhe ti ke bërë një shpjegim para disa kohësh që Armand Dukat paktën na krijon një ndeshje me Serbinë që tregojmë sa shqiptar jemi. Edhe në Europianin e parë që ne shkruam në Francë ishim me Serbinë prapë në grup. Mos ndoshta do na bjerë më shpesh kjo Serbia që të bëhemi pak më shumë patriot, bashkojmë shumë me njëri tjetrin në të fortë. Pra të mendojmë që Serbia është ogur i mirë për neve, se ne zgjohemi. Po pra, pikërisht sepse ne zgjohemi kur kemi ndeshje të tilla. Unë po pra edhe tek shkrimi që unë kam thënë se ju e përmendët, neve na duhen ndeshje të tilla. Na duhen skuadra ballkanike për të fundur dhe për të zgjuar. Neve nuk kemi ndonjë jo interes, nuk mund ta them se interes kemi përballë çdo lloj kundërshtari, po nuk kemi atë grintën që mund të kemi me ndeshjet me skuadrat ballkanike. Pra edhe në rast Serbinë, domethënë, kulmi për ne është Serbia. Prandaj u thash që ky është kundërshtari ynë i vetëm. Nëse ne nuk ja dalim në të ndeshje, është e kotë, e mbyllim aty. Ne nuk mund të flasim për pjesën tjetër të grupit. Kjo është ndeshja e tretë për neve. Ne kemi marrë vetëm një fitore deri tani, kemi 3 pikë pra. Dhe ne Anglinë nuk e llogarisim. Nuk e llogarisim në sensin sepse është nivel tjetër. Për mua Anglia është kualifikuar. Ka shkuar atje në Amerikën në Meksik. Problemi është këtu, tek Serbia. Ky është niveli ynë. Shiko, Serbia ne nuk mund të themi që ka një skuadër të fortë. Paktën në opinionin tim, për mua nuk ka një skuadër të fortë, ama ka një skuadër të vështirë, që do ja bën të vështirë çdo lloj kundërshtar, jo vetëm kombëtarët tonë. Kështu që kemi futbollistë nga ana e kualitetit
të përngjashëm, por kemi edhe disa avantazhe që ata i kanë, për shembull, siç është shtatlarësia e tyre. Që ne nuk e kemi, ose loja në ajër që ata e bëjnë dhe ne nuk jemi më të vakat në këtë pjesë. E kupton? Që ai është një kundërshtar i vështirë, ky është e padiskutueshme, por që nuk është më i mirë se ne, edhe këtë mund ta them. Nuk është më i mirë se ne. Ne mund t'ja dalim në këtë ndeshje. Edhe shpresojmë atë që the ti që Silvinho na bëjë një surprizë, sepse për ne deri në këtë moment Silvinho është shumë i parashikueshëm. Në të gjitha ndeshjet që ka bërë, me të gjitha skemat që ka bërë, me të gjithë ekipin që ka hedhur në fushë. Kështu që mos i hyjmë pra këtyre gjërave teknike, por të rrim në këtë vazhdimsinë. Ne Serbia na duhej për mendimin tim, sepse kjo një ndeshje e tillë ne na shkund. Na jep më shumë grind, më shumë karikim, më shumë emocion për të shkuar përpara dhe pse jo për të provuar edhe një herë një kampionat botror, se tashmë ne kemi bërë traditë europianin, ëh. S'na bën më përshtypje europiani. 2 herë shkuam, ta provojmë edhe një herë këtë lloj kompeticioni që është akoma më i madh se sa europiani. Kështu që shpresojmë që gjërat është nga ana sportive edhe nga ana e Silvinhos të jenë më konkrete këtë herë. Për shembull, unë do doja personalisht që në sulm 2, një dyshe fantastike, nuk e di sa është e mundur sepse më thanë që Manaj nuk është fort mirë për shkak të disa virozave që ka kaluar këtë ditë, por një dyshe si Broja dhe Manaj në sulm për mua do ishte kryevepër. Për të ndalur për t'i bërë presion disa futbollistëve që Serbia për shembull i ka dy lojtarët këtu që i ka të 2 futbollistët e Fenerbahçes që janë Tadic edhe nuk më kujtohet emri tjetër në këto momente, domethënë janë 2 futbollistët që mund të vënë vështirësi çdo lloj kundërshtari. Kështu që duhet potenciali më i mirë duhet këtë herë. Duhet të tregojmë veten këtë herë sepse atje në Beograd pastaj gjërat janë më ndryshe. Presioni më i madh është këtu. Një bilet botror sigurisht gjithë e duan, por një bilet botror i morale është fitore me Serbinë, tani një fitore gjithë në Beograd, pastaj askush nuk të. Jo, ajo është morale, është me nder, është me të gjitha, domethënë, nëse ne arrim këtu, e di çfarë feste e madhe do bëhet në këtë vend apo jo. Nuk do kujtohet fare kush e bëri golin. Mjafton që fituam, kaq. Kjo është e rëndësishme. Mendon se do përsëritet në një skenë si ka qenë ndërja Shqipëri-Greqi? Unë kam qenë e vogël. E kam përjetuar në mënyrën domethënë edhe unë kam festuar, sepse e kam ndjekur nëpërmjet televizorit si ndeshje, nuk kam qenë në stadium. Por mendoj që atmosfera nuk ka lidhje me atë me Greqinë. Do jetë akoma me zjarr në rast fitore. Ashtu siç do jetë shumë e zymt në rast humbje. Tani duhet ta pranojmë se në futboll ka 3 rezultate. Kështu që Okej, Klodiana, shumë faleminderit për këtë intervistë dhe sigurisht ne urojmë më të mirat për kombëtaren për të shkuar në botror për pikësparje për të fituar në Serbinë. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe forca Shqipëria. Forca Shqipëria.